para 1 janarit të vitit 2015, për shkak se edhe mënyra e llogaritjes sipas ligjit të kodit e ndryshe, duke patur kufizime, ato që paraqikonte po them në 32.4, nëse do t'i referohesh aktineni gjithmonë për pensionet para 1 janarit të vitit 2015 të caktuara këto ose me ligjin 4171 të 66, ose me 7703 të 93, kishin 2 kufizime, më falni, që ndikonin ndjeshëm në uljen e masës së pensionit. Kufizimi I parë që kishte të bënte me pagën neto të 3 viteve në 10 vitet e fundit, dhe për një person të siguruar, pavarësisht nga historiku I punës, pavarësisht nga vjetësia në punë, nëse në 10 vitet e fundit kishte një pagë minimale, për shkak se ishte I vetëpunësuar, për shkak se ishte punësuar dhe ki parasysh në atë periudhë kishim një përfaqësim apo një prezantim të pagës jo reale, duke u siguruar punonjësit me një pagë minimale dhe kjo pagë neto në 10 vitet e fundit ndikonte ndjeshëm në masën e pensionit, duke I shkuar drejt pensionit minimal, por kishim një kufizim të dytë që kishte të bënte me pensionin maksimal. Në atë kohë kishte një tavan, një pension I caktuar nuk mund të caktohej më shumë se sa 2 fish I pensionit minimal. Pas 1 janarit 15 janë hequr të dyja këto kufizimet, pensioni caktohet në bazë të kontributeve që ka paguar gjithsecili në gjithë historinë e vet. Zoti Hashimi, kam edhe diçka të fundit se folën për pensionet edhe për indeksimin që ju përmendën korrekt të pagave, po pagesa pa punësisë në mos gabojmë është rritur në 25.000 lekë, sepse kështu në mos gaboj qarkulluan disa lajme pak ditë më parë. Nëse do të flasim për pagesën e papunësisë, pagesa e papunësisë është 50% e pagës minimale. Përveç shtesave të tjera, po ndalemi vetëm në pjesën e pagesës së papunësisë për një person të siguruar që plotëson kriteret ligjore për të përfituar pagesë papunësie dhe nuk ka fëmijë nga kim, po them, fëmijë deri në 18 vjeç apo nëse vazhdojnë studimet e larta deri në 25 vjeç. Në këtë rast është përcaktuar me ligj që është 50% e pagës minimale. Që thotë, nëse paga minimale sot është 40.000 lekë, 50% çdo përfitues I pagesës papunësisë është 20.000 lekë. Nëse atë që është parashikuar dhe në programin e qeverisë, paga minimale do të shkojë shumë shpejt 50.000 lekë, kuptohet që në atë datë që do të vendoset një pagë minimale, do të shkojë edhe pagesa e papunësisë 25.000 lekë. Sepse kjo është sankcionuar me ligj që është 50% e pagës minimale. Lutem edhe diçka, këtë vit në janar sa shkon mosha e daljes në pension? Jo ajo e reformës, ajo është e sigurt që do rritet që na e kërkon Bashkimi Evropian, por me ligjin aktual. Me ligjin aktual për burra do të vazhdojë të jetë 65 vjeç, nuk do ketë ndryshim. Vjetësia në punë do të jetë 39 vjet, gjithmonë për një pension të plotë. Për gruan nga 61 vjet e 10 muaj do të shkojë në 62 vjet. Dhe do të kemi një vështirësi pune edhe për gruan në 39 vjet vjetësi e punë për gjithë vitin 2026, nëse nuk do ketë ndryshime dhe ndryrje në nenin 92 të ligjit 7703. Kjo do të vazhdojë, ne kemi shpjeguar që çdo vit për gruan rritet 2 muaj dhe vjetësia e punës rritet për 4 muaj. Kurse për burrat kjo do të vazhdojë, do të rritet në fakt me 1 muaj duke filluar nga viti 2029 të mos gaboj që është parashikuar në ligj, do shkojë 65 vjet e 1 muaj dhe kjo deri në moshën 67 vjet në vitin 2056, ku si burri dhe gruaja do të kërkojë 67 vjet si moshë dhe 40 vjet vjetësi në punë. Zoti Hashimi, të falenderoj shumë për gjitha shpjegimet. Edhe ju falenderoj dhe ju uroj një ditë të mbarë.